Aktiviteti në tregun e shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë nis që në orët e para të mëngjesit. Tregtarët e këtij tregu zgjedhin të nisin ditën e punës që në orën 3, duke qenë ndër të parët që e fillojnë ditën me shpresën për një tregti të mbar. Megjithatë, përpjekjet dhe lodhja e tyre duket se shkojnë dëm. Puna mungon, blerësit nuk shfaqen dhe mallrat mbeten pa ushitur. E hëna nisi me një vëzhgim nga televizioni 6+1 Vlora, i cili ishte i pranishëm në treg në momentet kur dita nuk ishte zbardhur ende. Aty u pa qartë një situatë shqetësuese, mungesa totale e blerësve. Në treg ndodheshin vetëm tregtarët dhe punonjësit e tregut, të cilët shfaqnin hapur shqetësimin për mungesën e aktivitetit ekonomik. Sipas vetë tregtarëve, çmimet janë të arsyeshme dhe nuk kanë ndryshuar ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, mungesa e konsumatorëve ka paralizuar tregtin. Mallrat që nuk shiten përfundojnë në mbeturina. Po ja ti po shkon vetëm tregtar ka. Asnjë gjë tjetër. Tregtaru s'ka fal. Po ja shikoj. Të tërë tregtarët dhe punëtorët që punojnë këtu. S'ka. Çuhet janë të mira janë çuhet, çuhet duan këta. Çuhet ja, për shembull patatja qepa me 700 lekë, speci kuq 1300 lekë, cilet gjini 1700 lekë, rushi bardhi kuq i zi është 2000 lekë, 1800 lekë. Nektarina, sa është nektarina fej? 2000 lekë, nektarina. Janë sallatori ka vaj 1500 lekë. Këto janë çuhet. Flasim për mall të mi, pastaj ka edhe mall sallator me 1000 lekë që mund të ketë 2 ditë. Plus që po edhin poshtë të shkosh te vetëm merr mall e ik, ai pastruesi e di se çeq. Shumë dobët. Nuk ka shitje fare, nuk ka rënë shumë. Po nuk vin, s'ka njerëz, s'ka blerë, s'ka. Shumë të lira në çmimet. Shumë të lira. Për kohën që është. Situata është përkeqësuar deri në atë pikë saqë tregtarët e shohin të ardhmen me pesimizëm. Sipas tyre, arsyeja kryesore e kësaj rënje është papunësia dhe të ardhurat e ulta të qytetarëve. Mungesa e paras në qarkullim ka bërë që blerësit të jenë gjithnjë më të radhë, duke ndikuar drejt për drejt në aktivitetin e përditshëm të tregut, ashtu si kundër edhe largimet. Nuk ka koment. Këtu shkoj vetë gjithë malli në vend, gjithë ne po edhim poshtë gjithë komplet malli. Ne punojmë kot, kaq. Si? Çmimet janë të larta. Nuk dim çfarë të bëjmë. Do lëm punë gjithë tregtarë, mbajmë mend. Futa perimet do marrojnë një. Nuk do ketë më punë. Jo, nuk ka, jo. Dobët. Kanë fare? Halo? Po çmimet si janë? Çmimet normale, s'është punë çmimeve. S'ka popull. Po di krahasosh me një parë. Po kështu vetë vjen para. Shumë e qenë. S'ka popull, kjo është sekreti. Sesa në asgjë, ka mbaruar çdo gjë. Po ku s'ka të ardhur në papunësia. Këtu plejt ka ngelu vetëm, pensionistët. Çmimet janë ngritur. Ku dalin? S'ka mbaroi çdo gjë. Ka ardhur fundi, ai po i ndjek të tërë. Në tregun e shumicës në Vlorë tregtojnë jo vetëm banor vendas dhe fermer të zonës përreth, por edhe tregtarë që vinë nga qytetet e afërta, si Fieri dhe Lushnja. Megjithatë, edhe pse oferta është e bollshme, kërkesa është në nivele minimale. Ndërsa tregtarët mendojnë se një ditë situata mund edhe të rregullohet dhe shpresa i mban ende në këmbë.